Një lajm që në fillim u prit me urime, shumë shpejt u kthye në një nga temat më të diskutuara në Gjermani. Ish-ministri gjerman i shëndetësisë dhe deputeti i Bundestagut Jens Spahn, së bashku me bashkëshortin e tij Daniel Funk, janë bërë prindër mendimin e një nëne zëvendësuese në Shtetet e Bashkuara. Por përse ky lajm shkaktoi kaq shumë reagime? Arsyeja është se ndryshe nga Shtetet e Bashkuara, amësia surrogate është ndaluar me ligj në Gjermani. Sipas legjislacionit gjerman, çdo marrëveshje për një nën surrogate nuk njihet ligjërisht dhe në sytë e ligjit, nën e fëmijës konsiderohet gjithmonë gruaja që e ka lindur atë. Megjithatë, ligji nuk i ndëshkon çiftet që zgjedhin ta kryejnë këtë proces jashtë vendit. Pikërisht këtë rrugë ndoqën edhe Jens Spahn dhe bashkëshorti i tij. Edhe pse fëmia ka lindur në Shtetet e Bashkuara, procedurat nuk përfundojnë me kaq. Për ta sjellë fëmijën në Gjermani dhe për t'u njohur ligjërisht si prindër, autoritetet duhet të verifikojnë lidhjen biologjike dhe çështjet që lidhen me shtetësinë. Ministria Federale e Drejtësisë ka sqaruar se në raste të caktuara, prindrit mund të njihen ligjërisht nëse të paktën njëri prej tyre ka lidhje gjenetike me fëmijën. Vetë Jens e përshkroi emocionin e këtij momenti me një fjali të shkurtër: "Burri im u bë baba dhe bashkë me të edhe unë." Por një tjetër aspekt që ka tërhequr vëmendjen është edhe kostoja. Në Shtetet e Bashkuara ekzistojnë agjenci të specializuara që organizojnë të gjithë procesin, nga gjetja e një nëne zëvendësuese deri te procedurat mjekësore dhe ligjore. Sipas vlerësimeve, kostoja totale varion nga $140.000 deri në $160.000, ndërsa në disa raste mund të arrijë edhe në $200.000. Ndërkohë rregullat për amësinë surrogate ndryshojnë ndjeshëm nga një vend në tjetrin. Në SBA ajo lejohet në shumë shtete, ndërsa në pjesën më të madhe të Evropës, kufizimet janë shumë të rrepta dhe nuk ekziston një ligj i përbashkët për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Po ju çfarë mendoni për këtë rast? A duhet të lejohet amësia surrogate edhe në vende ku aktualisht është ndaluar me ligj? Na shkruani mendimin tuaj në komente.